Verifikon Miss 48. Miss Italisë në vitin 48. Miss. Shumë e bukur, shumë e pashë. Dhe kya, një ditë, u vetë afër të prosit një verë $180, $100 gjë madhe, pa shumë tavolinë. Dhe ja bojnë, a i një të kam dhe jep kartë vizitën, biznesmen egyptian, ishe zmerë. Sheve Beqiri. E kini të libri 2 të botoj tani. Komplet arshivën e. Dhe, e shikon të bravo, nuk të nëronë. A i e pa që pira kje madhe verë, kuj shse mësuar. Blinë të raki dhe verë, pide në shtëpi, mësojt pide dhe kyja. Dhe ndjek hapas hapit femrën. Ndjek të grua, të grua në bukur. E afroj. Ullë të avoli me të, por nuk mund të rekrutoje asëndi pa miratuar drejtori zbulimit në Shqipëri. Me radiogram, dërgon 3 kandidaturat e. E para kjo dhe 2 tjerat. E njoftojnë në Rinës, Temi Seku, Andorsheti, në Rinës, në zonë veçantë. Edhe shpjegoj që i thot, pse pikrisht këtë ti thot këtë femër? Apo që të bukur, bëdhe që ka? Sepse ka bashortin, thash, në nivel shumë nga kushtarak, tha. Dhe miratuan. Pra miratuan ata. Do më thënë, për ata që në ndjekin, Sheve Beqiri, agentë ynë, e rekrutoj këtë misin e Italisë 148. Me miratim të që ishte gruaja e një generali. Dhe kjo tani... Kishte lidhje këj me këtë lidhje të shurore? Do të themo eksakt, rriqet. Dhe kjo tani e afroj atë, vere, pije, ajo është femër qefi, këtë rapjo. Dhe në veptani e ti zbuluse, që i jepte kjo informacionet nga Venecia, në mesin të gjithë bazat ushtarakut detar, çfarë anishte, çfarë kishte. Në këtë kohë ky djalë rekrutoi shefin e shifrës shtatëdhërisë italiane. Dhe ai jepte komplet vëndkomandat amerikane në Itali. Si rekrutoi? Çfarë i dhati? Para. Sa? Po gjetë janë shifrë. Tani ne nuk shifrë Rusia. Tani kësaj gruaja se kuptova unë çai ka dhënë. Po para dhe tani shiko. Edhe gruaja se ka para. Dhe ai jepte planin ai shefi shifrës të gjitha servitet do bëte Amerika dhe NATO me zë. Dhe sa mbrin informacione këtu i merrte KGB-ja. Si ishte Bezeu, ishte KGB-ja Tiranë, ishte edhe në Moskë. Prandaj ky hyat 008 që thotë 07 thotë Everoxha. Ai ra në Elç po do ta arrestonin. Kërkon urgjent qendrës. Doli urdhri do të transferohet sekretari i parë në Beograd. Evoluan. Ata evoluan ky sa doli në kafja. E arrestuan. Arrestuan që e filmuar e gjithë. Çfarë ndodhi? E arrestuan një sosi Koçko vati atje. Në organ këtu në Shqipëri. Këtu në Shqipëri u bët mbledhja e drejtorisë zbulimit, Temi Seku drejtorisë zbulimit. Andorsheti, zonë drejtorisë zbulimit për agjenturën. Dhe mas shumë debatesh thonë që ky me sigurisht siç e ka rekrutuar ai atë, e ka rekrutuar dhe ajo këtë. Kishin lidhje këta se të pyeta një. Edhe mund të kenë patur, ashtu e them. Mund të kenë patur tani. Dhe me misin ai vendosin nuk ka bërë shqiponjë me misin italian. Dhe vendosin largim nga zbulimi, mobilizim nga ushtëria. Këti kam libri, kam gjithë dosjen unë. Dhe qojnë përgjegjës të një fabrike tekstile të Rogozhinë. Të lezosh letat që bëna i Bekir Ballukut ai, e Rita Romarkos u fare, duke thënë nuk kam humbur jetën time. E këtë fare. E Temi Seku dhe tani arrestohet Temi Seku. Pyetja dytë që i bën Arrin Qela është: pse e përjashtuat nga zbulimin o zbulusin ton më të aftë? Që ka thënë Roxha 007. To janë gjitha në arshivë të shkruara. Po pastaj çfarë ndodhi me këtë e kthy? Dhe ai thot: edhe mund të kemi gabuar. Apo kemi gabuar thot pastaj. Po menduam që ashtu që ka rekrutuar ky mund të ketë rekrutuar dhe ajo. Po mund apo se kemi figurë. Me mund. Është bërë gabim. Dhe më njëherë morën e kthyen shefin e kartelës së zbulimit agjenturor në shkollën e punë brashme. Në një 4 vjet. Dhe pastaj tha miru pash. Iku në Borsh, u mua gjeti dhe mbyll jetën. Ja full heroi i Shqipërisë. Herojnë të eshtur. Tani, a ishim me të rrezikuar nga flota e 6 amerikane? Por derisa që në kohën që ka qenë flota dhe aviacioni rus në Shqipëri, nga 1100 raketa telekomanduar amerikane, një ishte komplet telekomanduar pa shënimarrje dokumente zyrtare dhe një ishte në Kuçov. Dhe kur largua flota, edhe fare, aty dekret një bëri komandë NATO që u shrua me zeu, u zgraduan ato dhe u hoq plan ushtarak kundër Shqipërisë. U hoq.
Ishte vetëm plan politik, pastaj Amerika me Shqipëri. Qartë. Tani, Sheme Beqirin ju thatë ishte 007, kështu ishte king, ishte Yll. Yll, jeton? Vdik në Borsh? Në Borsh. Çfarë viti? Ka jam 2-3 vjet. 2-3 vjet. Si ishte historia e Nesi Josifit, agenti zbulues dhe diplomati shqiptar në Rom? Po. Nesi Josifi ishte prokuror ushtarak Shkodër. Po? Mik i ngushtë me atë prokurorën në luftë. Dhe kur u caktuan 4 ushtarakët, u morë ky nga prokuror dhe bilequan me gradë diplomatike më lart, këshilltar i ambasadës. Po? Se është këshilltari, se ka të parë vimra këto. Dhe mas 4 muajsh që ishin ata në ambasadë, një darkë vijnë 8 policër. Dhe hyrën në ambasadë, bërë reprezalja ambasadë, kontrol të zakonshëm. Po? Dhe ambasadore proteston. Ç'është kjo? Ç'është kjo? Dhe ne në ky Nesi e la palton kështu vendosur me këtë karrike dhe tha do i të habu që do kthehem. Iku nuk u kthye. Alarm, 1 ditë, 2 ditë, Ministria e Jashtme, nuk e tha, kishon Milano. Kërkon ambasadori takime të drejt për drejt. Nuk e lidhe pala turke, pala italiane. Thoshte do të jetë me 2 italianë vetë. Nuk shkon vetë ambasadori, dërgon Abbas Fezon, këshilltar ambasadës. Dhe bë takimin në hotel. Ata nuk pranojnë, thotë kjo është shkeli, thotë. Ai thotë kam ik veti, thoshte ai. Thotë orë zotëri, thoshte ai. Duhet të thonë, nuk pranovan, nuk lanë ballavaqimin, mini të shikosh telegramet, mesazhet e Ministrisë Jashtme, debatet ndërshtetërore dhe e marrën pastaj nga Italia si amerikanë me në Amerikë. Wow. E përgatit, ka libri, do të bëjë unë librin tyja që ka farë, dhe pastaj nga ajo Amerika e sonë Gjermani. Gjermani pësoj krizë psikologjike dhe sonë Greqin në spital psikiatrik, i cili vdik para 3 vjetësh në spital psikiatrik në Greqie. Kështu në jetër. Në vitin 1959, është një dokument zyrtar, ati ndaloj hyrja kategori Shqipëri nga 201 veta. Një ishte dhe kyja. Në cilin vit edhe një? 1959. Ua. Ishte në listën e Kishte të tjerë, zoti Limaj, që nga agjentët, nga zbuluesit, sonin trauma psikike? Po patjetër. Tani, në historinë 45-90, në listat japin shërbimet, veçanërisht KGB fare, në Shqipëri jepen 2 emra, të mos u të habityja. Është zbuluesi, Nesi, që është vënë në rang botror. Josifi. Dhe Ismail Kadare. Shikon listën. Vetëm 2 emra për Shqipërinë. Po pse Ismail Kadare? E vënë si taratisur nga Shqipëria në periudhën e vështirë. Me emër. Pra, si zbulues një dhe si ky personalitet në Shqipëri. Dhe Nesi Josifi u arratis. U arratis. Okej, kam një pyetje, a ka patur CIA plan për eliminimin e Enver Hoxhës? Po gjithë ato banda do hyrin në Shqipëri, çfarë objektivi kishin? Rrëzimin e pushtetit do të thonë Enver Hoxhës. Automatisht. Janë 1270 banda në vitet 47-56 që kanë hyrë Shqipëri veriun, që u bën, që u azilsuan, që u arrestuan, ja ke me shifra aty. Ç'ishte objektivi? Po plani i asaja i Anglisë me ato Amerikën pa ato operacion do bënin në 47. Kush ishte? Pikërisht rrëzimi par asaj do të thonë eliminimi e Enver Hoxhës. Tani kam një pyetje të tillë. Ju shkruani aty sepse doli lajmi para disa vitesh që ka pasur një vetëm në vitet 49-54 janë bërë 2334 provokacione në Shqipëri. Sa? 2334 provokacione. Ku janë vrarë 110 diversantë nga vrarë shteti jonë. Dhe janë arrestuar 964. Po nga ana jonë sa janë vrarë? Këta diversantë